Hi guys, mirë se erdhët në kanalin tim. Si ndryshe nga herët e tjera, sot vendosa ta hap vlogun këtu përpara punës. Dje mbrëma kam publikuar vlogun e 8 marsit dhe kështu, siç e keni parë, ose do jeni duke parë. Sot do bëjmë një vlog të tregojmë për ditëshmërinë tonë. Unë tani jam para punës edhe për 2 minuta do futem brenda dhe do fillojmë puna. Shpresoj të xhiroj dhe pse kam shumë të vështira aty brenda, pasi është plot me njerëz dhe plus nuk lejohen regjistrime të disa lloj tipeve aty brenda, që kështu do mundohem të xhiroj vetëm veten time dhe në disa fragmente ku nuk mund të kap ku ta di unë punën apo çfarë. Edhe kështu nisemi dhe ju uroj të gjithëve, sot është e henjte, nesër është e premte, kështu që po mbaron kjo java. Arlin e kam lënë me mamin tim sepse Amari do ka filluar punë. Ka shumë të reja dhe unë nuk ju kam folur me thënë drejtën sepse dua që si fillimisht të stabilizohet kjo si gjë, kjo gjëja si e re, dhe më pas të flasim. Gjithsesi, ju po thort edhe të shifemi. Dhe Amari Studio ekziston, jeton akoma dhe do e ketë jetën shumë gjatë, që kështu thjesht unë kam marrë një pauza duke qenë se punoj 8 orë në fabrikë plus shtëpia, fëmija e tëra me radhë. Por që mos më harroni se unë nuk jo harroj. Dhe jam e bindur që s'më harroni. Që kështu një puthje edhe shifemi në vazhdim se do ta bëjmë këtë vlogun apo ja. Jemi në pauzën e drekës. Sa fola pak me Ardi, me mamin tim. Kështu. Tani po ndaloj pak edhe unë, për jashtë është një ditë fantastike. Është diell. Edhe marr çik herë të pastër. Sot kemi lërë edhe buzët. Këtu afër kemi dhe autostradë. Tani kemi pauza kafe edhe për 2 orë mbaroj. Sa po kam ardhur në shtëpi, bëra një dush edhe tani do thajmë që kokën. Mata në Sharli me Amaril do në shërlotin. Amarili se i ku nga mami ime. Hej goca, si jeni, si po kaloni? Sot është e premte, është darkë, po vetë ora 9:30. Unë dhe bimbit e mi të vegjël janë këtu te shtëpia. Amaril do është në gjumë sepse është në punë herët nesër, do të fillojnë që në 4. Edhe 4 ose 5 mbaj mend. Unë vrarlin gjumë se të mësit e si erdhe nga puna, edhe me siguri që tani ai nuk do të flerë, por që do flejmë shumë vonë sot. Që keni bërë juve, si jeni? Se unë jam gati për gjumë, shumë për gjumë. Mirë mëngjesi, si jeni, si u dhivet, është shtunë, Amaril do ka iku në punë, ka marrë turnin e mëngjesit, ka iku shumë herët në shtëpia. Unë jam ngritur që në orën 6:30, nga dalë gjumi, fëmijët janë akoma në gjumë, edhe tani do pi një kafe, edhe kështu. Ju dërgoj një përqafim virtual të gjithave juve që më mbështesni, më suportoni, më çoni gjithmonë komente pozitive, fjalë të bukura. Ju kam shumë zemër, edhe Alketa do rikthehet edhe me live-et. Do rikthehem shumë fuqishëm, thjesht më prisni se do rikthehem.
E goca. Pa kamrën, se jam pak emocionuar nga që Arli ka pak që është zgjuar, edhe po I bëja pak mëngjes në Facebooka me Pandistela, edhe kërciti me vrap të dhoma dhe tha bëki qikoj thash babi aty dhe I thiri, o ba. Jo mami, sa nuk është këtu, nuk është Hamari do ka ndryshuar punë edhe fëmijët nuk janë mësuar akoma me këtë orarin e ati, që mungon shumë në shtëpi, edhe më preku shumë, sepse ne jemi një familje, si çdo tjetër, çdo familje shumë e lidhur, dhe kur mungon dikush, ne e ndjejmë atë. Edhe mungon mua që jam e rritur e jam me fëmijëve. Amarildo është baba shumë I përkushtuar. Po thosha që Amarildo është një baba shumë I përkushtuar, tepër I përkushtuar, shumë në ekstrem. Dhe jo vetëm baba, por dhe një bashkëshort fantastik. Mungesa e tij në shtëpi e ndjejnë dhe muret. Domethënë na mungon shumë. Edhe sot unë jam rritur shumë herët në xhumi. Edhe erdha këtej në kuzhinë dhe më mungonte Amarildo shumë. Dhe si u ngrita unë, kalova dikur një orë gjysmë, u ngriti dhe Arli. Edhe në direkt shkofi dhe të shikonte nëse babi I tij ishte në shtëpi apo jo. Edhe kështu. Më falni për që kjo jeta që në rrjetet sociale duket kaq e bukur, nuk është. Aq e bukur sepse ka mërzi, ka lot, ka sakrifica, ka vuajtje. Unë dhe Amarildo gjithmonë kemi vojtur dhe sakrifikuar për familjen tonë, për këta dy yjet e vegjël, frutat e dashurisë tonë. Mbas ai më shumë se unë. Ai është shtylla e shtëpisë, është gjithçka që unë kam, e dua shumë. Amarildo për mua nuk është thjesht burri im, është shoku im më I mirë, një vëllai im I madh. Është gjithçka. Dhe dashuria që ka lindur midis ne të dyve që kur ishim fëmijë, është kaq e fortë, kaq me themele të forta, sa që jam shumë krenare që jam gruaja Amarildos dhe që e dua shumë. Edhe nëse do jetoja 1000 jetë të tjera, do doja që ai të ishte burri im dhe unë që të ishe gruaja e tij. Dhe I kërkoj Zotit që të ma ruaj, t'i japin shëndet dhe ta mbajnë sa më shumë afër nesh, e dua shumë, të gjithë familjen time shumë. Prandaj falni dashuri, kaloni shumë kohë me familjen tuaj, koha ikën shumë shpejt. Dhe nuk di. Më falni se u bëra që kësi shumë emocionale, por që ja ku jam? Është ora 12. Jam belozi të lëmët. Ami, është ora 12:20 e një qërek, më duket. Në 1:05 la punën Amarildo, në 1:10 duhet jetë në shtëpi. Buka është gati. Mbas dite do dalin ai, do vejnë të ndihmojnë vllain tim, do punojnë me vllain tim. Unë po mendoj të laj çik surratin dhe të lëj buzën prap, se më erdhi dhe mami më duket. Taj surratin dhe të lëj buzën prap se më jam prishur sa ngrapa bukë me avokado. E mam, nena. No, Gjubelina. Hajdaj! Hajdaj! Ne do lozim me canestro! Vai, primari! Aperto! Aspetta un attimo, Antonia. Ok, ti aspetto ancora. Ho vinto! Tani mami, sta provando? Mico! E cape! È il mio turno? Vinco o perdo? Cosa faccio? Hai detto no. Do më fitoj dhe unë? Do më shikosh? Do më basun? Sì. Ok, proviamo. Ci sei?
Ci sei? Ci sei? E getta la palla, quelle? E more? Bravo. La mia palla dov'è? La mia palla dov'è? Ok. Bravo! Tu hai vinto. Oh, sicuro, tutti te. Ciao, Barbara. Bravo, te kuka. E çavet murin aty. Lavatrice! Ja, çabëri. E çavet rruga. Na, hajde këtu, bravo. Na le të hapin mami një kështu. Një tapet këtu që ulemi mos të mbërdhim. Qyqa! Nuk jam un canestro, dov'è? Nuk jam un canestro, mami. Non sono io canestra. Dai tash ti mami këtë? Bravo, lavatrice, a bash. Do bëj mami tani. Do më shikosh? Daj. Do më shikosh mamin? Do e bësh ti? Ho vinto! Ok, hai vinto, po ti vajt atje afër. Do bësh larg. Hajde këtu bëjmë të dy. Hajde bëjmë të dy. Do t'i thosh telefonin prap mami. Che fai? Faccio. Ok. Ma perché tu sei bravo io, no? Ja, ha vinto questa. Ancora. Dai, voglio provare quel tuo. Provo? Hai trovato il nome cicchetto? Contento mio! Perché il tuo è più bello, mi piace il tuo. E dopo me... Non mi hai sputato il Non puccerci. Non puccere! Dai, facciamo! No, что не faccio puccere. Hai, sei pronto? Non sei uscire. Dove c'ho io? Ok, vinco o no? Così. Ok. Sì, la tua palla è bella. Mi piace. Piace, bene. E potete macchina, lite macchina. Lite macchina. Opa! Shiko si është të përpara. Dal të marrë mami. I Katlin. I këfol me gajsa të telefoni. Dov'è? Na, ta mora. Ok. Io tu no. Dale, dale. Dove dosso? Dai, sta lasciati i telefoni, vedi? Non ha vinto! Ok, ancora, vai. Ndërkohë po la mami robet e babit punës. Hey guys, po bëhemi gati. Jo, jemi bërë gati. Jemi rrugës, Amarilis, jemi rrugës për tiku për të marrë akullore. Olush. Non do marrë frappè. Io do marrë flore. Qysh e të tjerë? Qysh ha? Di cosa? Vuoi il cioccolato? Sei e sei. È sempre questa. No, è la stessa sempre. Questa 2 gusti, 3,30 €. Il cono. E il cono è la stessa identica cosa. Poi c'è quella da 4 €. Sia... Oddio. Addio. No, non fare così. Oddio. Addio. Non fare queste cose, dopo mi spavento. Dormo a tutti i divani. Te divani. Sì. Te non dormi mai te divani, dormi sempre nel letto. Oddio. Addio. Sembriamo così. Addio. Addio. Arli, tregoj çik daja si llafosin kinezat. Addio qua. No, non fa. Come parlano i cinesi? What you done? Così parlano. Pidito. Vjetë simpli. Ja. Hey guys, mirë mëngjes. Sot është e martë, sa kam lënë Amarilisin te shkolla dhe vetë jam këtu përpara punës. Me shumë dashuri për të vajtur në punë. Amarilda dhe Arlin i kam lënë në shtëpinë gjumë. Edhe kështu. Ju uroj një ditë të bukur, një punë të mbar, ju përqafoj fort, edhe forca
Jeta është shumë e bukur. Për këtë ditë ta jetojnë dhe ta mbushin plot me pozitivitet. Mua më janë përshur thonjë këtu dhe puna, duke punuar, por që prapë duke bukur këndshëm. Mos ja vini vesh shumë këtyre syve të mi se duan gjumë të shkretrit, se s'kam fjetë sot. Për arsye që në një moment të dy do t'ja u them. Edhe kështu. Nisemi për në punë. Hey guys, mirëmëngjes. Jam këtu para punës edhe kemi një kohë shumë të ftohtë, po kur them ftohtë. Bie shi, fryj një herë shumë e madhe, dimër. Presim behar edhe vin dimër. Më duhet të futem brenda në punë. Të bëm kapuçin, të mbërthehemi se o zot, t'ja tregoj pak, shikoj se bie shi o një. Bie shi. Dhe kështu nuk kam regjistruar pothuajse asnjë gjë, se vje lodhur, ndryshimet drastike të jetës tonë. Por kam fjetur sot. Kam fjetur shumë gjumë dhe jam shumë e qetësuar, relaksuar. Nisemi për në punë. Zhejnë të sot më duket, nësë ka bëfsha. Edhe nesër dhe pastaj kemi weekend. Po të bjerë shi ose duhet shi. Hadi nog eens een zo. Ciao. Falem dhe. Dit is alles niet exact. Qa pa një du? Ikni se jemi pa gjumë. S'kemi vjetë gjumë. Kemi dalë në djelë njërë, së ngrohemi. Nëse pleqë. Në plake. Hi! Jam këtu. Pasi ka ikur Amarilda në punë, sot kemi bërë shumë pastrime, rregullime tërë ditën me Amarildën. Një ditë do t'ja tregoj, dhoma ime është totalisht e ndryshuar. Tani do bëjmë çik nga këto peq të syt, sepse e ndjej shumë lodhjen. Ekstrem shumë. Dhe thash, pse mos të bëjmë çik këto. Çfarë relaks. Dhe tash bën çik më lart. Okej. Tash kemi dhe bigun sot. Okej, këtu do të rreshti. Edhe ti gjithashtu çik më lart. Kështu. Kështu goca, sa po kam bërë edhe një krem që do vinë ta marrë një gocë që jeton këtu afër shtëpisë time, por do vinë ta marrin nesër, tashmë se. Është vonë. Ika, të merrem me fëmijët e mi dhe dëgjohemi në vazhdim. Përshëndetje. Isha duke edituar vlogun edhe pash që unë nuk kisha bërë një mbyllje edhe ju kisha shprehur që do t'ju tregoj se çfarë ka ndodhur dhe nuk ju kam treguar se çfarë ka ndodhur. Atëherë, sot është e diel, unë kam pushuar pak, mendoj se duket, se dje kemi bërë një ndryshim dhome ande këte, siç ju kam thënë. Edhe isha tepër lodhur, edhe më kanë ngelur veten që të bëj 2-3 pastrimet e fundit, të bëj një dush edhe të rim, të qetësojmë gjithë. Amarilën e kam në kalçeto me shokët e vet dhe unë jam këtu që të bëj pak mbylljen edhe t'ju cek disi se çfarë ka ndodhur kohën e fundit me jetën tonë. Atëherë, po filloj duke thënë që Amarildo
Unë jam rikthyer në punë, tashmë e dini, punoj 8 orë nga e hëna në të premten në fabrikë këpucësh për Gucci-n, aty ku kam pas punuar edhe 8 vite më parë. Amarildo është licencuar nga puna e parë, që edhe ai kishte eksakt sa që unë kisha në fabrikën e punës, në fabrikën e këpucëve, kishte edhe ai tek puna e parë. U licencua për arsye se nuk kemi kush na i mban Arlin, edhe unë munduam që të gjende një punë me turne, ku Arli, kur s'është ai të jem unë dhe kur s'jam unë t'jetë ai. Dhe fatmirësisht kemi gjetur një punë ku ai punon me turne, 3 turne dhe ato pak orë që nuk është as ai as unë, po na i mban mami im, Arlin. Dhe përfitoj nga rasti ta them edhe këtu në YouTube, ku e falenderoj jashtëmase shumë mamin tim, familjen time që më shëndron pranë për çfarëdo lloj ndihme të mundshme që më ka dhënë dhe vazhdon të më japin në jetën time. Edhe kjo gjëja këtu ka ndikuar jashtëmase shumë tek të dy ne, tek të gjithë si familje, pasi turnet e Amarildos janë edhe natën, që do thot pothuajse nuk takohemi fare, sepse kur unë vi ai ikën dhe kur vi unë ikën ai, domethënë nuk takohemi. Dhe të vetme dita ku takohemi janë të diellat, dhe në këtë rast dje që ishte e shtunë, kishte turnin e natës, kemi ndetur tërë ditën bashkë dhe në orën 7 iku dhe erdhi në orën 4-5 të mëngjesit. Është shumë e vështirë, janë sakrifica shumë të mëdha, por që për familjen çfarë nuk u bëka, për fëmijët çfarë nuk mund të bësh. Prindri edhe jetën e jep për fëmijën e vet, edhe pse kam zgjedhur ta kaloj me shumë pozitivitet, buzëqeshje këtë gjë, sado ka ndikuar shumë tek unë, sepse kur ka turnin e natës Amarildo, saç nuk fle gjumë ai, nuk fle edhe unë në shtëpi, pasi Amarildo kur nuk është larguar nga shtëpia natën, domethënë gjithmonë ka qenë prezent për fëmijët dhe për familjen, për ne gjithmonë kemi qenë bashkë. Edhe fakti që mos e zëgjumi kur del nga puna, apo nuk e di, gjithmonë e kam pritur, plus që ngrihem dhe i bëj për të ngrënë, sepse kur vjen nga puna është i uritur, i lodhur, edhe gjithmonë ngrihem dhe pres dhe i jap për të ngrënë në orën 4-5 të mëngjesit. Po. Edhe më pas ngrihem 6:30, përgatis veten dhe Amarilisin dhe iki në punë. Filloj punë në orën 8, Amarilisin e lë në shkollë në orën 7:30, edhe vi në shtëpi në orën 5, edhe është tepër e vështirë, jo e pamundur, lodhemi shumë, fytyra ime tregon më së miri që jemi të lodhur, por që jemi të lumtur se në fund ditës gëzojmë shëndet të mirë, një familje të sigurojmë shëndetin e fëmijëve, të ardhurat, edhe çfarë do bëjmë? Kjo është jeta. Jam e bindur dhe e sigur që ditë më të bukura na presin, fundja sfidat për njerëzit janë, edhe kjo është pak gjithçka që ka ndodhur në jetën time. Edhe për të gjithë ato njerëz që aluduan se unë mos kisha bërë buzët, nuk kam bërë buzët njerëz, por ka ndodhur një incident duke lozur me Arlin, më ka goditur me kokë diku këtu, më ka vrarë shumë, jashtëmase shumë, saq që akoma edhe tani e kam plagë nga brenda, edhe muhënte gjithë pjesa e biles, kam pasur edhe shenja të zeza, libidi, por që nuk i kam bërë buzët, janë të mijat, jam shumë krenare me tiparet e vetes time, si në fytyrë dhe në trup. Në qoftë se në një moment të dytë do kem nevojë për ta harmonizuar, për t'i dhënë diçka më shumë fytyrës time, patjetër që do ta bëj, jam e lirë të bëj ç'të dua me veten time, me fytyrën time, me trupin tim, por që kur nuk është diçka e vërtet, nuk ka pse ta pranoj. Kur t'i bëj, kur t'i cek, kur t'i prek, me patjetër që do ta ndaj edhe me ju, pse jo, por që jam shumë e lumtur për kështu si jam. Diku këtu them që t'ju lë dhe t'ju falenderoj shumë që më suportoni, më ndiqni edhe më komentoni dhe më mbushni me pozitivitet.
Ju falenderoj shumë. Shpresoj që në vlogun e radhës, ju shpresoj po të mundohem shumë t'ju tregoj edhe ndryshimin që kam bërë tek dhoma, nuk është se kam bërë një gjë kush e di, por thjesht unë jam një tip që më pëlqen shumë që të eksperimentoj, ndryshoj, lëviz kështu, sepse jeta është një, pse mos të ndryshojmë, të shijojmë çdo cep të shtëpisë tonë që me shumë mund dhe sakrifica kemi blerë dhe e shijojmë. Që kështu, faleminderit shumë, mos harroni që të më suportoni edhe të ky vlog, mos harroni të bëni një like, një comment, një subscribe, edhe hype, ato pikët aty. Ju përqafoj të gjithëve, shumë puthje, përqafime, edhe shihemi në vlogun e radhës.